këto me zotin Enrico Ceko, ekspert ekonomie. Mirëserë zoti Ceko, kënaqësi të jeni në studion e 2 CNN. Tani, procesi i rilogaritjes përmes divas është i thjeshtë për qytetarët, është i kuptueshëm, a krijon një barë administrative, çfarë do të thotë? Në qoftë se një qytetar me aftësi, njohuri dhe kompetenca mesatare ka kontakt me vendimin e Këshillit të Ministrave dhe me rregulloren përkatëse, atëherë gjërat janë të kuptueshme. Çështja qëndron te fakti që ne në përgjithësi në Shqipëri vuajmë nga shpërndarja e informacionit zyrtar. Ne tani jemi dhe në këtë rrugën e integrimit në Bashkimin Evropian. Një nga pikat elementare të Bashkimit Evropian është komunikimi. E drejta për të qenë informuar është një nga drejtat dhe lirit themelore të njerëzit dhe pjesa kryesore e përcjelljes së informacionit te publiku janë edhe institucionet e administratës publike. Holandezët i thojnë shërbim këshillimor, francezët i thojnë divulgacion, gjermanët janë përpjekur që të aplikojnë një term të marrë nga Japonia për këtë çështjen e si është këshillimi, informimi? Çështja e komunikimit me publikun nga institucionet e administratës publike në Shqipëri është një gjë që ka çaluar gjithmonë, ndoshta edhe për shkak të asaj që drejtuesit kanë qenë edhe të stilit më shumë autoritar se sa të stilit, si thosh, të stilit të bërit gjërave butë, qetë edhe mirë. Dhe ndoshta është edhe kjo çështja tjetër që nëse ti del dhe flet me publikun, atëherë ke probleme, do të heq nga puna, s'ke drejt të komunikosh me njerëzit e ku diun. Tani kjo qasje duhet ndryshoj. Qartë, mirë, sa rrezik ka zoti Ceko që një familje ose individ të mos përfitojnë asgjë për shkak të mungesës së informacionit, lidhur me këtë vendim që realisht është i mirë, përderisa patjetër, familjet do të përfitojnë, do të kompensohen në fund të fundit. Mirë. Është era parë që do aplikohet një gjë e tillë. Nuk është në një wow, kështu, është një gjë e mirë, e rëndësishme është që ka hyrë në sistem. Me rritjen e të ardhurave, me përmirësimin e gjendjes buxhetit shtetit, normal që dhe kjo pjesë do filloj të shtohet gradualisht. Por e rëndësishme është që është futur në sistem. Dhe në momentin që një gjë futet në sistem dhe bëhet e qëndrueshme, atëherë edhe njerëzit fillojnë dhe bëhen më të inkurajuar për të respektuar sistemin dhe për të aplikuar pjesë të sistemit nga të cilat ata kanë përfitime. Në rastin konkret, atëherë si bëhet ky përfitim? Për gjithë ata që na dëgjojnë tani që kanë fëmijë nën 18 vjeç. Unë do të them një mesatare të përgjithshme, me idenë që pastaj çdo rast është i veçantë, çdo njeri bën vetë llogarinë sistemi. Nuk ka nevojë që të ulet njeriu të bëjë llogari, se ja bën vetë sistemi. Mendohet që mesatarisht mund të përfitohet nga 5.000 deri në 25.000 lekë të reja mesatarisht. Por kjo nuk do të thotë që mund të mos marrësh edhe 90.000 lekë të reja. Nga në fund të vitit. Po. Si kompensim. Atëherë, familjet të cilat kanë të ardhura më pak se 2 milion lekë në vit. Edhe bashkëshorti edhe bashkëshorti të dy. Nën 2 milion lekë. Nën 2 milion të dy, po. Përfitojnë në qoftë se kanë bërë shpenzime për arsimin e fëmijëve, 100.000 lekë ose 1.000 euro. Por këtë duhet arsimin privat. Arsim privat edhe kurset gjuhëve tuaja. Ka një specifik, rregulloria që i përcakton këtë. Vetëm se këtë duhet ta deklarosh dhe duhet të mbash dokumentat origjinale. Jo kam bërë një skanim, unë jo kam bërë fotokopje. Duhen dokumenta origjinale. Tani këtu, dokumentat origjinale, ti nuk ke të drejtë që ti hedhësh në sistem, që ti shikojë ai taksave. Dokumentat origjinale do t'i mbash në shtëpi, hard copy, të vërteta. Dhe këtu tani kemi një përplasje ligjore shumë të madhe. Ligji kërkon që dokumentat të çfarëdo lloji, të cilat mund të vërtetojnë shpenzime, fatura, pagesa origjinale duhen mbajtur deri në 5 vjet. Ligji. Po. Ndërkohë që rregulloria thotë që këto do mbahen 3 muaj pas deklarimit. Që do të thotë, nëse ti e ke bërë deklarimin deri në datën 31 mars, do t'i mbash prill, maj, qershor. Kështu thotë rregulloria. Tani, çik me kujdes, sepse rregulloria s'mund dali
kundër ligjit. Pra, ata zotrin që punen aty të taksën, nëse do të detyrohen që të shkojnë për të bërë verifikim dokumentash te shtëpia e dikujt, sepse është vetëm mënyrë për të verifikuar dokumentat origjinale që ke bërë pagesën e shkollës apo të kursit për fëmijët, këtë do respektojnë ligjin apo rregulloren? Teorikisht, mbas hierarkisë ligjore duhet të respektojnë ligjin. Kështu që kjo gjë duhet sqaruar mirë. Do t'i mbajnë dokumentat 5 vjet apo do t'i mbajnë dokumentat 3 muaj, sepse ata zotërin që bëjnë ligjet dhe rregullore nuk merren vesh me njëri tjetrin. Është qartë. Po nëse nuk e ke këtë faturë, zoti? Jo, nuk të njëjtet. Se jo të gjithë i ruajnë faturat. Po ky është problemi tani, ky është era parë. Edhe nëse dikush nuk e mban faturën. Erën e parë kush do përfitojë? Po patjetër, ata që ka dhe ata që mund ta përfitojë, po do digjet se nuk i ka faturën. Se nuk ka ose mund të jetë kjo tjetra. I ka faturat në shtëpi, po nuk e di që duhet ta aplikojë. Po. Se ka njerëz kujdesshëm që i mbajnë faturat, edhe historikisht i kanë aty i kanë futur në përdosje në shtëpi. Kjo është për çështjen e pagesës 100.000 lekë ose 1.000 euro për arsimin e fëmijëve. Për mbështetje për fëmijët që janë në moshën 18 vjeç. E përfitojnë që të gjithë, por këtu duhet kemi parasysh një gjë. Kush aplikon për këtë mbështetje? Supozojmë se kemi një çift që ka dhe prindrit, djali ose nëna, vajza, edhe kanë dhe 2 fëmijë. Të drejtën për të aplikuar, për të përfituar mbështetjen. Tani aplikimi bëhet në i Albania. Atëherë, i Albania është e lidhur me drejtorinë e përgjithshme të taksave tatimeve. Çdo njeri dhe aty është një opsion i posaçëm. Aty ka faqen e vet të lidhur me drejtorinë e përgjithshme të taksave tatimeve, në të cilën gjenden edhe të gjithë të dhënat e punësimit të këtij personi, po specifikisht nga viti 2013 e këtej, që të gjithë dhënat personale të individëve që janë të punësuar janë aty në sistem. Aty gjendet edhe sa sigurimi shoqërore ke paguar, sa vite pune ke, ku ke punuar, është gjithë historiku janë. Atëherë, për ta bërë më të qartë, supozojmë që një njeri nuk e ka këtë platformë. Nuk është regjistruar asnjëherë te drejtoria e taksave tative nëpërmjet Albanias. Shtyp tatimet e mia. Poshtë majtas është një opsion. Nëse je për herë të parë, kliko këtu. Shtyp atje dhe të hapet një ikon, të hapet një faqe ku duhet vendosësh emrin tënd, mbiemrin tënd, atësinë, datëlindjen, adresën e emailit që duhet të ketë tani, çdo njeri ka email, numrin e celularit, edhe passwordin tënd, edhe disa pyetje që janë këto pyetjet e, si thosh, të vështira për tu hakeruar, dhe u krijua faqja jote. Në momentin që krijohet faqja jote, automatikisht aty janë dhënat e tua të punësimit, sepse janë të lidhura me sigurinë shoqërore. Po. Drejtoria e përgjithshme sigurinë shoqërore. Qartë. Dhe është momenti që do krijosh deklaratën individuale vjetore të të ardhurave personale, Divën. Diva, po. Kur klikon te Diva, ka opsioni që është, si thosh, kush duhet ta bëj Divën. Divën duhet ta plotësojnë që të gjithë ata që kanë të ardhura mujore, pagën mujore më shumë se 100.000 lekë. Po. Dhe i bie që të ardhura vjetore 1.2 milion lekë. Të gjithë ata që kanë të ardhura më pak se 100.000 lekë në muaj, po janë të dy punësuar. Pra të njëra punë mund të marrësh 50.000 lekë, të puna tjetër mund të marrësh 40.000 lekë. Edhe pse nuk e ke 100.000 lekëshin në muaj, Divën do ta plotësosh. Ka njerëz të cilët nuk janë të sigurt që e kapin 1.2 milionshin apo nuk e kapin 1.2 milionshin total. Pse? Se një muaj e ka patur rrogën 100.000 lekë, një muaj 95.000 lekë, një muaj 102.000 lekë në varësi. Me shumë kujdes, këta persona kur aplikojnë që të gjenerojnë faqen e Divës, se ajo gjenerohet automatikisht, e shikojnë që kanë më pak se 1.2 milion lekë dhe nuk e printojnë dhe nuk e dërgojnë në sistem. Sepse thonë që po unë s'kam se ta dërgoj se kam më pak. Në këtë moment ata marrin 3.000 lekë gjop. Po. Edhe gjop. Në dhjetor u mor një vendim që të gjithë gjobat e mëparshme të kësaj natyre fshihen. Po. Pra dhe ata që kanë gabuar kur kanë gjeneruar deklaratën e të ardhurave personale 2024 2023, që e kanë marrë gjobën për këtë shkak, sepse nuk e dërguan në sistem faturën, sepse mendonin që e kishin pagën më të ulët, këtyre ju shfalur gjoba. Po puna është tani mos e bëjmë prapë gabimin. Pra nga 2026 edhe këtë flas. Po. Deri në 31 mars ke për detyrim të plotësosh deklaratën online të ardhurave personale. Për këto raste që thash unë. Po.
Nëse ti e fillon deklaratën ta plotësosh dhe nuk e dërgon, nuk e përfundon dhe nuk e bën download, atëherë ti e ke filluar procesin, do marrësh gjobën 3.000 lekë. Kështu që po e fillove deklaratën, e plotëson se plotëson kushtin e 1.2 milionshit, të shmangësh gjobën, pra pavarësisht pagës që ke duhet. Bëhet download, dërgo. Është një opsion të dërgo. Për ata që kanë fëmijë nën moshën 18 vjeç. Qëndrojmë këtu. Supozojmë se një person e ka rrogën 100.000 lekë. Të reja. Po, të reja. Por bashkëshortja e tij e ka rrogën 90.000 lekë në muaj. Divën dhe deklaratën për shkak të përfitimit të 48.000 lekësh për çdo fëmijë nën 18 vjeç, e ka ai që ka pagën më të madhe. Okay. Pra edhe nëse bashkëshortja e ka pagën më të madhe se bashkëshorti, është ajo që do ta plotësoj kërkesën për të marrë 48.000 lekësh të reja kompensim për fëmijët nën 18 vjeç. Jo, si thosh, kryefamiljari. Po. E merr bashkëshortja. Dhe këtu nuk duhet të bërë gabim. Tjetër, nuk duhet bërë gabim që dhe bashkëshorti dhe bashkëshortja të plotësojnë kërkesën për të marrë 48.000 lekësh për fëmijët në 18 vjeç. Se janë disa që thonë po ne kemi 2 fëmijë. Unë po e plotësoj për njërin, bashkëshortja po e plotëson për tjetrin. Ja. Pra, një duhet të plotësoj. Njëri do e plotësoj. Ai që ka pagën më të madhe dhe do ta plotësoj për gjithë fëmijët që kanë në 18 vjeç.